Në njësinë administrative Novosel, situata gripale paraqitet në shifra të larta të personave të prekur në krahasim me një vit më parë. Arben Xhuveli, mjeku i qendrës shëndetësore Novosel, thotë se numri i pacientëve të cilët vijnë për vizitë tek mjeku me probleme shëndetësore është më i lartë se vitin e kaluar. Në shtimin e problemeve shëndetësore, Xhuveli thotë se kanë ndikuar vapa dhe temperaturat e larta. Mjeku jep këshilla për pacientët, duke thënë të shmangin oraret e pikut dhe qëndrimi në diell për një kohë të gjatë. Sipas Xhuvelit, përgjatë kësaj periudhe, duhet të konsumohet sasi e madhe e ujit dhe e lëngjeve. Ka pas vazhdimisht një numër të qëndrueshëm rastesh me temperaturë, me shenja viroze, stinore, temperaturë me shfaqje gastrointestinale në formë diareje, të përzjerash, të vjellash, gjëra të tilla, ose me infeksione të rrugëve të sipërme të frymarrjes. Duket si janë raste më të shumta sa e zakonshme, janë vitet e tjera gjithmonë flasin për këtë periudhë, po gjithsesi ndoshta edhe në këtë kohën e ndryshimeve klimaterike, vapa, ndryshimet e kohës, mund të jenë shumë faktorë ndoshta që ndikojnë. Në ato deklarimet që bëjmë dhe matje, ka një rritje, ka rritje në krahasim me vitin e kaluar, rasteve të tilla. Edhe pse janë forma të lehta që kalojnë pas një trajtimi të shkurtër për kujdesjet në shtëpi gjithmonë. Çfarë mizotron, doktor? Çfarë janë ato simptomat? Simptomat gastrointestinale, që do me thënë simptomat të traktit tretës, që janë të përzjera, të vjella, diare, të shoqëruara me pak temperaturë, simptomat që zgjasin 2-3 ditë dhe që rekuperojnë plotësisht shumë lehtë. Drejt vapat e këto simptomat? Po sigurisht, janë gjendje që shfaqen gjatë sinës së verës, mund shfaqen ndej në çdo kohë, por janë tipike edhe të kësaj periudhe të kohës, që kanë të bëjnë me temperaturat e larta, ndryshimet e kohës. Çfarë do të thojë pacientëve? Çfarë këshillash? Këshilla e pacientëve, këshillat kryesore e pacientëve janë përveç kësaj gjendje për cilën po flisim, këshilla kryesore sot është kujdesin nga të nxehtit. Jetojmë në një ditë shumë të nxehta, një nxehtë që zgjat gjatë gjithë 24 orëshit, e cili detyrimisht shkakton dehidratime, lodhje, goditje në dielli. Kështu që këshilla kryesore është të evitohet ekspozimi në diell, sidomos në orët më të nxehta, të përdoren sa më shumë lëngje, ushqime të mira, që duhet përfshin gjërat e stinës, frukta, perimet, po ujë, gjithsesi, ujë, sa më shumë ujë, për të ruajtur hidratimin e mirë. Sa i përket virozave, pastaj këshillat janë të zakonshme, një gjendje që shfaqet thjesht me një temperaturë, mund të kalohet shumë lehtë në kushte shtëpie pa simptoma, nëse simptomat vazhdojnë dhe janë më rezistente dhe e lodhin pacientin, atëherë duhet kërkojnë ndihmën e mjekut për ta kaluar më lehtë akoma. Virozat e stinës kanë prekur më shumë pacient për shkak të vapës, ku ata të cilët mbizotërojnë më tepër janë grup moshat 16 deri në 45 vjeç, që janë frekuentuesit më të rregullt të plazheve edhe në oraret e pikut.